Çfarë kishe dëgjuar për Shqipërinë përpara se ta vizitoje? Në fakt asgjë. Se dija as ku është ky vend. Domethënë e di që Ballkan, po ku është fikse se dija fare, asgjë lajm se di fare. A ishte Shqipëria ashtu siç mund ta kishe imagjinuar? Kur kemi bler domethënë këte bilete, domethënë vajza shet këte bilete, ka thënë vetëm kujdes që ka ndonjë lajm që Shqipëria është pak rrezik, duhet të kujdesesh atje, mos marr çante në dorë, mos dil jashtë në natë. Edhe ashtu, sepse ju pranoni, okej, jep lekët, merr bilete edhe i. Po kur vim ka qenë shumë njerëz të mirë, shumë njerëz të ngrohtë. Dhe pastaj vendosi që të jetoje përgjithmonë në Shqipëri, ti je në punë? Po, në fakt kam marrën ca herë tjera dhe ka vendosur të ndryshoj jetën, të filloj nga fillimi edhe të vazhdoj këtu në Shqipëri.